Është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, se po qeshni me Ervinin para se të vinim këtu, po më tregonte një video të njërit është një personazh, unë i them Ludoviku, keni mbani mend ka qenë një film me një spiun, një Ludovik. Ha? Kujtohet me xhaket me kuadrata? E kështu i them unë atij Alizotit. Ha. Edhe shikoj unë Ludovikun që bërtiste do t'ju ham të gjallë. Ua. Ludoviku, do t'ju ham të gjallë. Do me thënë, se më vjen lloj mendime çuditshme. Do t'ju ham të gjallë. Tani qa është ky? Ky qa quhet ky? Qa quhet ky? Çuryk. Qa? Pa tjetër. Qa ti bëjmë? Si mund ta qush normal? Do t'ju ham të gjallë. Bërtis. Ishte një tjetër, thoshte, nën këtë qeverit poshtër kanë ikur 1 milion lek. Donte të thoshte 1 milion njerëz. Kanë ikur 1 milion lek. Do me thënë, ata thonë jemi njisha. Ata në fakt janë njisha. Është absolutisht e vërtet. Po janë njisha në atë sensin që po diskutojmë këtu. Njëri më jashloje se tjetri. Njëri më i lodhur se tjetri. Njëri më i mbaruar se tjetri. Qohen që në pikë cabaut, pinë ujë kënete edhe fillojnë hedhin spërkala nga të 4 anët deri natën kur hapni televizorët ju dhe i shikoni shtrirë atje, dalin sondazhet, tërë sondazhet thonë fiton Partia Socialiste, këta thonë po populli është i smur. Sondazhet thonë shumica mendon që vendi po shkon në drejtimin e dur, këta thonë po populli është i çmendur. Shumica thot që në 2 vitet e ardhshme ekonomia do vazhdojë të përmirësohet, këta thonë populli është i shitur. Tani qa janë këta? Qa janë këta? Apo qa janë? Po qa të them unë tani? Por askush prej tyre, jo këtyre njishave që dalin në për televizor, se ata janë të pashërushëm, po askush nga të tjerët nuk duhet ta marrë këtë personale. Kjo është politike. Kush e merr personale, duhet të na tregojë që nuk është i tillë dhe të vi bashkë me ne të votojë pesën.